Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, pjesëmarrës në eventin Fondi Social 2026 Garanci për qëndrueshmërinë e shërbimeve për mirëqenien e qytetarëve, theksoi rëndësinë e investimit në mirëqenien sociale, të minimizimit të varfërisë dhe cënueshmërisë në shoqëri. Gonzato tha se mirëqenia sociale është një ndër kriteret kryesore për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ndërsa foli për nevojën e harmonizimit të legjislacionit shqiptar me atë evropian lidhur me përkujdesjen sociale. Mirëqenia sociale është vetë forca e një kombi. Bashkimi Evropian ka një traditë gjatë dhe jemi krenar për investimin në kapitalin njerëzor. Fondi Social Evropian është pa aq i vjetër sa vetë Bashkimi Evropian dhe unë kam punuar për të. Ai është i përqendruar tek ata që janë më shumë në rrezik për të përjashtuar nga shoqëria. Strategjia kombëtare për mbrojtjen sociale në Shqipëri ka për qëllim të trajtojë varfërinë dhe cënueshmërinë. Fondi Social i Shqipërisë ka 7 vite që funksionon, ka financuar më shumë se 70 projekte dhe shërbime. Mbështetja e Bashkimit Evropian për mbrojtjen sociale në Shqipëri është nga më të lartat në Ballkanin Perëndimor. Po investojmë më shumë se 100 milionë euro përmes projekteve të Bashkimit Evropian për gjithë përfshirjen dhe punësimin social. Këto plotësohen edhe nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian, nga i cili Shqipëria ka marrë 100 milionë euro për të mbështetur zhvillimin e kapitalit njerëzor. Kemi mbështetur 41 bashki për të krijuar planet e tyre vendore sociale, me qëllim që të hartojnë reagimet e duhura për nevojat që kanë analizuar. Duhet të ketë një harmonizim të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Duhet të ketë një rishikim të ligjit për përkujdesin sociale, për të parë se çfarë funksionon dhe çfarë jo. Shqipëria mund të frymëzohet nga debatet që zhvillohen në Bashkimin Evropian. Duhet të përqendrohemi tek zbatimi, harmonizimi i legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian, i cili është i rëndësishëm por nuk mjafton pa zbatim. Duhet të ketë zbatim efektiv që kërkon buxhet, burime të duhura njerëzore dhe sisteme të forta të përkujdesjes.